kapitali fillestar prej 5 milion e ma tepër diçka, më njëherë është paguar nga MAPCO, tjerët nuk kanë pagu asgjë. Dhe kur i kemi thonë firmës turke, ju pse nuk paguni, thëtë jo, thëtë ne nuk pagujmë, por arsye se ne kemi thonë, edhe me qenë aksionar, po pa pagesë nuk shkon, se aeroporti duhet ndërtohet dhe duhet para. Edhe ata e kuptojnë se duhet ose të pagujnë, ose të tërhiqen, dhe ju në tërhiqen. Dhe aksionet e tyre i ka ble MAPCO dhe i ka pagu. Utërojqën duke ju dhënë lek, po pse duhet i jepnit lek ju në kompanije që s'to bëndës investim? Po, se ata kam pas një gjotë reale, kam pas një gjotë legale në dur, i kam pas 20% aksioneve. Dhe s'kishin para që ti investonin këto 20%? Nuk di, unë nuk hyrë në problematikën e tyre. Po, realiteti është që ata kanë thonë se ne nuk pagujmë asë një lek dhe ata ju në tërhiqur. A ka aksionet të fshehura në kompaninë aeroportit Vlorës, që do thotë, përfaqësues politik shqiptar, a kanë aksionet vendosura në emra të tjerë? Prej aksioneve 98% blendi. Po. Nuk ka, askush nuk ka. Pra 98% janë vetëm tuaj, të kompanisë tuaj? Ato aksione janë të mijat. Nëse dikush shpekulon, manipulon se ato aksione nuk janë të ti... Po në 27% e pretenduar, ka politikan shqiptar të aksioner të fshehur në aeroportin e Vlorës? Unë nuk di blendi për ato. Po ju duhet keni një informacion? Jo. Pak të një gjë. Unë flasë për aksionet cilat MAPCO i posedon, ato janë 98%, dhe ato besom pa marrë parasysh cilë gjykatë si jepin këto vendimet e përkohshme. Masa e sigurisë përkohshme, po është një formë që të mos po. Pa marrë parasysh kush janë ata. Unë jam i zhgënjur me ata, absolutisht. Unë besoj prap në gjyqësinë shqiptare. Unë prap besoj se gjykatat e rangut më të lartë, gjykata supreme... Do marrin vite që të shkoj çështja deri atje. Nuk është problemi im, blendi. Si është problemi? Po problemi ju është aeroporti. Po unë nuk e kom kauzu. Edhe për këto vonesa, dikush duhet përgjigjet. Duhet përgjigjet dikush. Unë nuk mundë... Tani, përgjigjesia është e kompanisë, nuk është e shtetit. Shteti ju ka kërkuar që në datën 28 shkurt ju të dorëzoni aeroportin. Unë kom shkuar me... Ndërkohë, ju nuk e keni dorëzuar se jeni në sherr midis jush. Dëgjom, le sherrin, sherrin e ka bo dikush tjetër. Jo unë. Unë kom shkuar me kry punën në pistë. Edhe unë jam privue, fizikisht. Kanë ardhë ata... Po ka nërë se është vendim gjykate, nuk është shteti. Nuk është shteti që ju përdo. Dëgjom, nuk ka vendim gjykate për atë. Se ti duesh të ndalësh punën. Jom privu fizikisht. Me polici? I kanë ftu policin, ka orë policia nga ka privue, dhe njerës të mi kanë shku, kanë dhonë deklaratat janë, do thetë unë jom privu prej mundësis me e kry punën. Si do të shkoj me e kry atë punën? Më tregot lutem. Kush e ka blokuar? Po ju thoni që jeni duke vazhduar të ndërtoni. Ndërkohë, 98% që juaj ishi blokuar. Në këtë ndërtes, që është një margaritar, ju thëmë, mrenda, se jom duke dekoruar mrenda, në këtë ndërtes, ata nuk kanë ardhë, po ata mundën nesër me ardhë me forës. Pra ju po punoni, vazhdoni të punoni brenda ndërtesës? Në ndërtes jemi duke punuar, po. Jeni duke punuar. Ndërkohë, sa keni investuar deri tani ju në aeroport? Në aeroport janë investuar shumë të mëdha. Sa? Janë investuar para cash, dikon bi 90 milion. Janë edhe dikon 5 milion faktura që kanë betë ende për të paguar kur të kryen punë të 90 milion plus 5 të papaguara, pra rreth 95 milion. Plus 153 milion janë kolateral që ju kanë dhonë BKT-s. Ato janë kolateral, po. Po, janë kolateral, po këto 95 milion janë 98% tuajat. Normal. Në qoftë se gjykata vendos që palës tjetër i takojnë 27% aksioneve, plus 29%, këtë 95% që ndajet me syush dhe ti? Unë nuk di, unë atë... Po si nuk di, se bëhet fjallë për 100 milion, nuk bëhet fjallë për shaka. Unë nuk besoj që pagën tonë ti që e merë, që e ndonë ti me diken, por arsye si dikush vjen edhe të urdhëron. Ti mund ish mja falë dikujt, apo kupton? Po jo me dhunë. Edhe kjo, na jemi në një situatë të dhunës, praktikisht. Që të thënë situatë dhunës? Kjo është situatë e dhunës. Spari, kretë kjo presion mediatik që është bon për Begjet Pacollin. Po? Besoj si jom njëhni kush jam unë. Po? Njëhni. Pa tjetër. A edhe një mirë se
ky projekt nuk është për mu i cili mu më qelë ndoni përfitim. Kom dash, me vitet e mija, 75 vjetë i kom dash shtetit tim jalon një legacy, një trashëgimi. Cila është zgjidhja sipas jush që aeroporti të fillojë të funksionojë? Më jepni versionin tuaj. Zgjidhja që t'i kthehen drejtat statutore, ligjore, asgjë tjetër, jashtë ligjit. Drejtat ligjore t'i kthehen aksionarit kryesor. Dhe ju të vazhdoni gjyqin për përqindje. Dhe ju do të shifni se shumë shpejt aeroportit do të lëshohet në punë, shumë shpejt do të certifikohet dhe shumë shpejt do të riparohen ato pozicionet cilat sot nuk janë... Po nuk ju a kthyen këto, jo po nuk ju e kthyen, po ndoqën rrugën legale të gjatë. Po nëse nuk kthehen këto, çka ma tregon ti mu një zgjidhje. Më thuj, unë po e boj atë, vetëm më thuj, begjet bone këtë, cila është zgjidhja? Nëse unë jom i privuar të hy në aeroport, nëse mu më bëhet barjera me dhunë, por arsye se është krijuar një narracion se unë pa aeroportin u akum shitë ruzve. E keni deklaratën e kompanisë që jep kredin e Delfos, edhe shiqone ju lutem, këta kanë deklaruar. E keni edhe opinionin e BDO-s, një prej firma, 5 firma më të mëdha janë botë auditimit, dhe që thonë se aeroporti i Vlorës nuk ka lidhje me kredin 100 milion shi. Kredia 100 milion që është marrë, nuk është marrë për aeroportin, është marrë edhe për projekte tjera të mapkos. A e kuptoni këtë? E Delfosit, kredia që është marrë nga Delfosit. Normal. Prandaj, këtë narracion që disa gjyqtar e fusin edhe në vendimet gjyqësore... Pa tjetër që e fusin edhe vendimet gjyqësore, se edhe kanë marrë vendim pezullimit për koshëm. Në bazë, në bazë, në bazë të zgjidhjes çështjes deri në sepse ka një pretendim që ju keni mashtruar ortakët. Ka dalë, Blendi, a mund ti më thonë se sot, kur shkoj prej emisionit ju, se unë në emisionin ju e kom vrani njeri. A mund me thonë? Jo. E si mundet me thonë ata se aeroporti është lon peng Delfosit për 100 milion. Po kjo gjithësësi është çështje hetimi, mund ta hetoj prokuria se gjykata hetojnë vendim. Prokuria i ka, a din që sa i ka prokuria e Tiranës, i ka ndurë këto, prej tetorit i ka. Prej tetorit, edhe nuk ka lëviz as një cent për para. Prandaj, unë jam i rekullueshëm me këtë që ka bëhet në Shqipëri. Shqyqoni, kjo që ka ndodhë në Shqipëri, mua në jetën time kush po ju a bën ju këtë në Shqipëri, sipas jush? Unë i shoh rezultatet. Rezultate vit... Ju keni pasur një takim shumë tensionuar në gusht me Edi Ramën, me kryeministrin e Shqipërisë, më i mend keni dalë, është bërë viral momenti daljes suaj. A keni telefonuar ju ose keni folur me Ramën për këtë problem bllokimi? Shqoni, unë nuk më dash me involvu kryeministrin këtë situatë. Unë kam një adresa ime është Ministria e Infrastrukturës, dhe unë me ta komunikoj. Nëse jam korrekt, prej 30 letrave që ju kemi shkru atyre, ata asë një reagim nuk e kam bërë. Pra ju keni quar 30 letra dhe Ministria nuk ka bërë asë një reagim? Edhe ma tepër se 30 letra, kemi kërku ndihmën e tyre. Edhe kërkojmë çdo ditë ndihmën e tyre. Na nuk kemi pas asë një takim. Ne nuk na kanë ftu në asë një takim. Madje, një takim që e kanë bo me vijen, ne na kanë largue prej takimit. Përfaqësuesin tim e kanë largue prej takimit. Dhe ne nuk dim çka të bëjmë. Jem sikur se një jetim që i ka... Po çfarë do bëni? Ku do shkoni? Do prisni derisa të merret në vendim gjykata? Na do të punojmë aty derisa të mujmë. Ne servin, na bllokojnë pronën tonë, cilën e kemi ndërtu, do të vinë edhe do të na qesin jashtë. Na do të shkojmë jashtë. Çka me bo? A duhem aty me marrë një top edhe të luftojmë ta? Po si një pronë, ju thoni kemi investuar 95 milion, jemi 98% pronar, pavarësisht se 47% pretendojnë nga urtaku juaj. Po, i pyetni gjykatat cila i kanë dhënë këto vendime, Blendi. Si, gjykatat? I pyetni gjykatat e juaja që kanë dhënë këto vendime. Si më pyetni mua? Po, gjykatat nuk jep llogari për... Po, gjykatat... Pret pak, se unë nuk besoj që një gjykat i cili ka kalu vetingun, është i betuar se do të punon vetëm për drejtën që ai mundet me lëshu vendime tilla.
Dhe këtu në këtë... Po i humbët 95 milionët, zoti Pacoli? Unë nuk do t'i humbi ato asë një herë. Po si s'do t'i humni? Pa jo... Me vendim gjykate mund t'i humni? Po, unë shumë shpresoj, ende i thëmë në instancat e gjykateve në Shqipëri, shumë shpresoj,